Kompania e transportit urban në qytetin e Shkodrës ka marrë masa për lehtësimin e trafikut në qytet. Në një hapësirë prej 5.000 m2, linjat e transportit kombëtar dhe ndërkombëtar do të kenë mundësi që të bëjnë ndalesën, ndërsa qytetarëve do të ofrohen shërbime shtesë të transportit urban. Shoferët e autobusëve që tashmë kanë filluar të përdorin këtë vend parkim, shprehen se kjo hapësirë po i ndihmon që të mos krijojnë kaos në rrugët e qytetit. Nga që vim, domethënë me valizhe, me bagazhe shumë mëdha, për njerëz është një lehtësim, domethënë si të parkingu, si edhe te çarkullimi i qytetit. Ne vim nga Torino në Shkodër, linja shumë e rregullt dhe vim të shkarkojmë këtu. Është një mundësi shumë e mirë për ne edhe për pasagerët tonë që janë. Çdo gjë, çdo aspekt që i përkushtohet kësaj pune është më mirë si të bagazhet, si të njerëz. Shumë herë, shumë raste ndodhim në Shkodër që bllokojmë rrugën se e gazon vetura vendin, ku më parkune aty. Kurse këtu vim, futem terminal, shkarkojmë, njerëz presin, çdo gjë është e mirë për ata, e mirë edhe për ne. Kjo hapësirë ndërtuar gjatë muajve të fundit pritet të shërbejë edhe për stacionimin e autobusëve të transportit urban në qytet. Muajt e ardhshëm është parashikuar që në këtë zonë periferike të qytetit të ofrohen gjithashtu bileta elektronike për përdoruesit e transportit urban. Po ashtu, parkingu do të shërbejë edhe si piknisje për shëtitjet e turistëve në disa prej zonave kyçe të qytetit të Shkodrës. Deri tashmë, një pjesë e agjencive që sjellin turist nga Evropa juglindore kanë filluar të përdorin si pikë ndalimi këtë zonë të qytetit, duke shmangur kështu edhe radhët e gjata dhe kaosin në qendër të Shkodrës.